Ky modeli i funksionimit ka lindur që vitet 2015-16, erdhi me një koncept të ri. Deri në vitin 2013, kur ishte PD-ja, korrupsioni ishte arkaik. Modeli arkaik i korrupsionit. Pra, nuk ishte strukturim. Tenderi është kaq, 20% e tenderi, kujtë më bën 1 milion euro, 200.000 euro do jetë do kaq në xhep, po. Ai ishte modeli bazë. Po, klasik. Ta erdhën korrupsion. dhe sofistikuan korrupsionin jo thjesht në nivel shtetëror, në nivel shtetëror, në nivel, le të themi, nivel vendi, edhe në privat u fut. U fut koncepti i kartelit. Çfarë është? Ta kuptuan, nuk ka vlerë të zihemi me njëri tjetrin. Hajde bëjmë bashkë dhe bëjmë radhë. Më kupton? Pra, ne jemi të tre. Ekonomia e lirë e tregut e kërkon që ne të zihemi me njëri tjetrin. Më jemi tre kompani që duam të marrim një gjë. Deri në 2013 ziheshin. Unë i jepja 150, vende kujtimi jepte Ishte pazarin që po. 200, më kupton? Pra, po për ta marrë vetë ai duke më pasur rival mua. Këta thanë stop. Dhe kjo ka nisur me Geron Meçën. Më kupton? Të cilin dhe këtë strukturë trashëgoi, këtë donte të merrte Gysa-Gasi. Dhe këtë mori. Pra nuk është se Gysi e krijoi, Gysi e gjeti, e lakmoi dhe e mori. Hoqi Geronin dhe mori u fut vetë. Dhe çfarë ndodhi është që të gjithë këta tani, këtë strukturimin që i bën, pra duke thënë që shiko, këtu ka lek për gjithë. Një do ta marri Kujtimi, një do ta marri Aida, një do ta marri Pano, Kujtimi do marri këtë, Aida do marri këtë, Pano do marri këtë, etj. Pra, arritën ta organizonin punën për të qenë sa më efikase dhe për të mos pasur konflikte brenda tyre. Duke zaptuar në këtë formë gjithë industrinë, se duhet të jemi të sinqertë, Akshi është 90% e industrisë së IT-së tonë në Shqipëri. Më kupton? Pra, fondet që lëvron Akshi dhe struktura e Akshit komandon 90% e industrisë së IT-së. Nuk mbijeton dot nëse nuk ishte grupi i këtij. Jo dhe thjesht në shtet, nuk mbijeton dot në privat. Nëse nuk ishte pjesë e këtij organizimi, pjesë e kartelit. Më kupton? Janë shumë të rralla kompanitë që ekzistojnë në privat, nuk po flas për shtetin, shteti harrohet 100%. Por në privat nuk ekzistohet dot, nuk harrihet dot të mbijetoje, sepse këta kishin zaptuar jo thjesht tregun shtetëror. Këta kishin zaptuar të gjithë tregun.